Wow. O stres. Ta bëne me mor familjen telefon. Shumë e bukur, vërtet. Jam kanë në inspirim e sipër. Po ti në fakt e ke treguar gjithmonë që je shumë i lidhur me familjen tënde, kështu që ka një arsye pse i ke edhe në tekstet e tua. Tani ku e lam ne se u bëm shumë serioz. Mos u mbasim kohë. Se zbutëm çik situatën tani. Stres, ti zgjedh që në një prej klipeve të tua të kesh ish të dashurën tënde, një histori që është diskutuar. Nuk e kam pas të dashur. Bashkëshorte, po, sepse në këtë studio e ke thënë që ke qenë. Mos ja heqim atë që e kam pas, domethënë. Jo, në këtë studio pa ashtu ke thënë që mirë. Mosove ve që u divorcove atë ditë. Po. Po pra, që ti ish bashkëshortja, mos gaboj apo jo. Ish bashkëshortja. Po, patjetër. Gjithsesi, Casey është një nga figurat ndoshta të dashura edhe për media, sepse ka qenë e diskutuar e gjithë kjo historia juaj e dashurisë dhe ti zgjedh ta kesh pikërisht në një prej këngëve më të rëndësishme të këtij albumi në videoklip dhe titulli është Sa të kam dasht. Tani ku jemi? Pse Casey? Dhe pse te kënga Sa të kam Ai dasht? rikthyer së gjithë. Përpara kemi pas bërë një cover në 2018 ne të dy bashk, domethënë. Nuk kemi pas domethënë kontakte sepse ishte një kohë diku te 6 vjet. Mund të flitshim ndonjëherë në 2 vjet kot. Po. Edhe kaq. Edhe i thon është një periudhë 7 vjet domethënë, po. Se po shikojmë edhe klipin. Pamje, super klip. Edhe domethënë, po unë kur xora albumin, më erdhi një ide domethënë e këngës. Edhe e bona, një inspirim e sipër të konga. Po si e bona kongën? Ndërkohë që Casey kishte ardhur në Shqipëri, domethënë kishte ardhur për të takuar familjarët e vet, nuk e di pse dhe unë e marr vesh në ditën e fundit që ajo do ikte. Kishte postu story, po thoshën ato storyt e vjetra. Edhe unë jam numër 1 për këto punë e hongra. Edhe nesër takojnë momentin e fundit që do ikte atë ditë. U takuam shpejt, ishte kështu rreth 15 minuta. Unë u utum, ajo u utume. Normal. Unë s'flisja, ajo s'fliste. Nga emocionet apo 7 vjet, emocionet normalisht dhe iku, domethënë it's okay. Pastaj e ftova që të merrte pjesë në albumin tim. Edhe i them që shikoj se bëjmë një cover siç e kemi bërë dikur, domethënë me shumë dashuri, ta bëjmë edhe tani të rritur. Edhe ndërkohë, mbas coverit, kemi edhe klipin. Do të thonë edhe i kërkova që të më suportonte në një formë kujtimi shumë të bukur, domethënë, të albumit. Kupton? Edhe nuk hezitoj, pranoj. Normalisht që erdhi apo stafat për projektet e mia. Bëm atë coverin. Edhe mbas coverit pastaj po prisim ato fotot, wow, i publikuam, po shumë bukur. Pastaj nxorëm klipin. Edhe klipi ishte një përkushtim shumë i madh. Edhe pastaj ikun në punën e vet. Po ka kështu ndjenjë akoma brenda jush? Shiko, Arkimedi emrin vjen nga ligjet e Arkimedit, po nuk jam me ligjet e Arkimedit, as me fjalët e njerëzve, gjithmonë sjell personi, nuk sjell fjalët e njerëzve apo çfarë do flitet. Njerëzit do thonë, wow, që ne e njohim ndryshe, por ti më njeh ndryshe. Po ndryshe më njeh diku tjetër dhe mendoj që çdo vendim në jetën tonë me persona të caktuar secili ka si të vendin e vet. Motra, vllai, bashortja, ishi apo kjo. Edhe ne jetojmë larg, ne po të ishim bashk, nuk do ishim një Tiranë, një anem, kupton? Besoj është logjike. Çfarë është e rëndësishme për pos respekti, domethënë ne kam deklaruar gjithmonë nuk ka shans për mua ngelet një ndër femra që wow. Po, normal. Wow. Domethënë duhet të bësh duar trokitje sepse është rrallë të gjesh një femër domethënë aq të edukuar, aq të zgjuar, aq familjare, domethënë aq të përkushtuar, domethënë mua më është përkushtuar 200%. Aq sa kemi qenë bashkë dhe prandaj gjithmonë e them që duhet ajo dera hapur, mos grindemi, kupton? Shiko ku kemi arrit ne, domethënë që takohemi mbas kaq vitesh dhe të respektohemi si dy miq të vjetër, më kupton domethënë. Mund të ngeleni vetëm miq, domethënë se është e vështirë donjëherë. Ai kufiri. Po shiko kufiri, un kam jetën time këtu, domethënë duhet të jeni edhe ju. Ma të mendimin që ajo ka jetën e vet atje. Kam përshtypjen tani të gjitha gratë. Unë bëj jetën time këtu, më kupton? Se fansat kanë qejf njëri. Kanë qejf, komentet kanë qenë pafund inshallah, por dëgjoj, është jemi në një periudhë ku
I keni ndarë e vendos rrugët. ligji natyrës. Jeta. Më kupton, jeta është ashtu. Ke parasysh ato filma turk? Ashtu jeni ju, Ashtu po në fund gjithmonë çiftet nuk përfundojnë filma turk. Jo. E ke gabim Lali. Iliasi më kthej thash. Pas një aksidenti, pas një gjë rikthehen gjithmonë. Un kam përshtypjen që kjo që thot stresi, që pavarësisht se nuk janë bashkë dhe pranojnë njëri tjetrin që nuk janë bashkë, është akoma dhe më bukur se sa po të ishin bashkë. E pranojmë që nuk jemi bashkë, e ka pranuar ajo, e pranoj dhe unë. Edhe në intervistë, domethënë tek ajo kopertina, më fal që ndërpreva, e kemi sqaruar, domethënë kupton. Edhe kaq domethënë sepse është ne jemi të rritur, ajo po bën gati 30 vjeç, unë çencika. Atë moshë ju thashun Po, edhe domethënë nuk mund mbajmë, domethënë unë jam artist, nesër jam në Milano, nesër jam atje, normalisht që marrëdhënie që ka largësi. Është një marrëdhënie që ka largësi dhe nuk mund të vendosësh asgjë në distancë, dhe i bëj thirrje të gjithëve kujdes me lidhjen distancë, nuk do funksionojnë. Nuk funksionon, nuk funksionon asnjëherë. Jo, s'jam dëgjoj unë jeta ta tregoj. E provoj pra, nuk funksionon. Arkimedi gjithmonë ka fund mbas eksperiencave. Edhe më beso eksperienca që kam në jetë është wow, kam shumë edhe normalisht ne duhet të ecim çka kalum, të duke parë ç'a edhe arrim konkluzion. Por unë siç ta thash, është një ndër vajzat më të mira që kam parë në jetën time. Unë kam përshtypjen, kam përshtypjen që gratë që po dëgjojnë tani radion janë të lumtur, janë çliruar ndoshta. Dashuruar akoma më shumë me stresin që më në fund një mashkull shqiptar mbasi ndahet thotë fjalë të mira. Unë kam thënë gjithmonë edhe gjithmonë kam ngrit kapelen për atë vajzë. Më kupton, gjithmonë kam ngrit kapelen edhe realisht nga zemra ju uroj o Zot më të mirat e jetës edhe. Nisë me fjalësh tjetër gjë, po fakti që e kishte edhe në gjithmonë kam pritur, gjithmonë kam treguar respekt, nuk kam parimet e mia nuk i thuj kurrë dhe nuk lejoj askënd për asnjë moment, për asgjë në botë që të flasi për atë femër, dihet që është direkt për drejt me mua në luftë. E ke kështu nda me Lale. Fole për familje dhe për atë femër sepse e kam zgjedh, e kam mbajtur në gjik, kemi zgjedhur njëri tjetrin për shumë vite dhe dalësh sot dhe të flasësh keq për atë, po ti je në veri. Po. Jo më pëlqen. Më kupton, kjo është dy paftyrësi e mashkullt, kjo është leg degenerim që s'duhet të ketë kështu meshkuj në ditën e sot, ma kupton sa turp është. Domethënë, personi që ti e ke marrë në gjin krevat, ja ke prezantuar mamit, babit, ke jetuar me të, ke thënë të duhet kështu edhe dalësh nesër ta shash. Po. Kjo nuk është burni, po kjo është neveri. Edhe nuk e them kështu. Për shembull kam pas një femër tjetër para e caseit, le të themi, gjithmonë kam treguar respektin ndaj saj në publik dhe kudo. Unë këto pagarime kam, nuk shkel kurrë mbi parimet e mia, por as unë mos mbaj barrën e askujt dhe askush mos mbaj barrën time, secili bën jetën e vet. Kupton, konkretisht jemi shumë miq të mirë. Edhe kaq. Po mami çfarë tha për këtë klip, për pjesën e kopertinës? Jam shumë kurioze. Leila më beson që pa e ditur përgjigjen e stresit, ne e dim se çfarë ka thënë mami. Mami është njëri shumë i ndjeshëm, edhe ka shkuar shumë mirë me casein, domethënë. Dhe vazhdon më duket, kanë marrëdhënie shumë të mira. Më shumë ka me babin casein, me babin tim, ata dy kanë qenë bashkëpunëtor. Të krimit. Po. Edhe ne shkojmë shumë mirë familjarisht. Edhe me familjen e Caseit ka një familje që wow. Domethënë imagjino sa mirë jemi me njëri tjetrin. Edhe mami tha sa bukur keni dalë foto, mashallah, sa bukur videoja. Por nuk lejojmë domethënë ndërhyjmë askush në vendimet tona. Mbase gabimet kanë qenë kur kemi qenë më të ri kanë ndërhyr, si familja ime, si familja e saj. Edhe tashmë që unë jam rritur nuk lejoj askënd as babën as tonë. Domethënë s'ka nevojë njëri. Jam shumë e sigurt që Casey është shumë e lumtur për gjitha sukseset e tua, se ka qenë suportuesja jote më e madhe ndër këto vite, e tregoi edhe tani që po të mbështet atje ku është. Që po të mbështet në këtë album edhe ishte me kënaqësinë më të madhe pjesë e këtij klipi. Por përveç Caseyt që ishte pjesë. Ka një pyetje fundit te Casey, më të lutem. Po bëj çika avokatin e djallit. Ja, po bëj çika avokatin e djallit. Nëse Casey do lidhet me dikë tjetër dhe ti me dikë tjetër, jam shumë kurioz raportin që do kishit ju me njëri tjetrin kundrejt. Kjo është dashur. Po, në atë moment i dëshiroj i jetë lumtur, normalisht që sidomos edhe vetes time do dëshiroj sa më shpejt i jetë lumtur, sepse kam edhe një moshë ku duhet shoh dhe të mendoj për jetën time, domethënë. Dëgjoj, robi pa familje është një hiç. Është nuk di çfarë të them. Unë jam një hiç aktualisht në kuptimin e kësaj pjese se s'kam bërë një hap përpara. Sepse po ta kthesh kokën mbrapa,
kur s'ke familjen, domethënë për çfarë po punon. Por ke familjen, e di për çfarë po punon kur shkon në darkë. Po ke një motiv, më kupton? Kështu që për momentin nuk më bën të lumtur as femra që mund të jem me të one night stand. Nuk më bën të lumtur as lekë që i fitoja shpejt, do i prish, do i blej rroba. Domethënë asgjë s'më bën të lumtur. Më kupton, domethënë shoh shumë vrerë në njerëz, shoh shumë, kështu që unë jam në një pikë që duhet punoj shumë fort. Edhe sa më shpejt ndërtoj familjen time me çdo që ka shkruajtur Zoti, me personin fjalë ndoshta nuk i dihet. Nuk i dihet. Si dihet jetës, sepse s'mund bësh. Nuk i dihet si vjen e thana. Por normalisht, jo shiko, unë nuk flas sepse janë gjëra shumë serioze, këto dhe mendoj shumë mirë pas se ta jap fjalën, por përgjigjen që dua ta dinë gjithë apo ju apo gjithë, domethënë, jo, nuk jemi bashkë. Më kupton se cili bën jetën e vet, por më kupton, i kam thonë Lale edhe këtë verë pres, nuk të thjesht. Dai veni në ktheu nga Kanadaja në Shqipëri. Nëse se bëjmë shakara, po. E rëndësishme është të kemi shëndet radh parë. Kjo është më e rëndësishmja. Kemi publicitet, kështu që do të jemi edhe për disa minuta të tjera me stresin dhe me muzikën e tij, por kemi edhe ca pyetje të tjera se jemi vetëm në mes. Aty na pëlqen të rrim.